Fajtori kryesor për dështimin e bisedimeve sipas VMRO-DPMNE-s është LSDM-ja opozitare, e cila sipas tyre ka bërë gjithçka që marrëveshja politike të dështojë. VMRO-ja vlerëson se LSDM-ja hoqi dorë nga marrëveshja me qëllim që të shmangë zgjedhjeve të parakohshme prillin e ardhshëm, por edhe të shkaktojë krizë ekonomike. Partia në pushtet në mbledhjen e djeshme të Komitetit Ekzekutiv ka vendosur të mos pranojë bisedime politike nëse opozita vazhdon me publikimin e bombave siç paralajmëroi dje kreu i LSDM-s Zoran Zaev. Për VMRO-DPMNE është e papranueshme pjesëmarrja në bisedime nëse edhe për aq kohë sa LSDM-ja e manipulon opinionin me materiale të montuara dhe të përvetësuara ilegalisht. VMRO-ja e përshëndet përpjekjen e komunitetit ndërkombëtar dhe konfirmon sërish se është e gatshme të zbatojë marrëveshjen e 2 qershorit, por thekson se nuk ka ndërmend të vazhdojë me lëshime ndaj kërkesave jo logjike të LSDM-s. Ndryshimi i ministrave dhe i kryeministrit është çështje që VMRO-DPMNE-ja nuk do ta pranojë, thuhet me sqarash në komunikatën e VMRO-DPMNE-s. Ndërkohë ka reaguar edhe Eurokomisari për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn, i cili paralajmëroi vizitë zyrtare në Shkup në fillim të javës së ardhshme në përpjekje për të kalimin e mosmarrëveshjeve dhe kthimin e paleve në tyezën e bisedimeve. Në një komunikat për shtyp, Komisioni Evropian paralajmëroi vizitën e Hanit dhe ju kujtoi liderëve të partive politike për marrëveshjen e nënshkruar më 2 qershor dhe të konfirmuar më 29 qershor. Bisedimet mes liderëve politik janë në situatë kritike. BE-ja pret që të gjithë liderët të sillen në mënyrë konstruktive dhe me përgjegjësi, si dhe të punojnë me përkushtim dhe vullnet të mirë, që të zgjidhin këtë problem domethënës, duke marrë parasysh sfidat e mëdha që e presin vendin, nuk ka kohë për të humbur. Bisedimet politike të ndërmjetësuara nga Komisioni Evropian u shpallën të dështuara dje nga lideri opozitar Zoran Zaev për shkak të zvarritjes së procesit dhe mosgatishmërisë së VMRO-s për kompromis në pjesën e ndarjes së përgjegjësive dhe garancive për zgjedhje korrekte dhe demokratike. Jo zyrtarisht dallimet kryesore mes partive politike kanë qenë rreth afatit të tërheqjes së kryeministit Gruevski dhe rresorëve qeveritar që mund të sigurojnë mbarvajtjen e procesit zgjedhor si Ministria e Brendshme. LSDM-ja kërkon edhe ndryshimin e prokurorit publik dhe emërimin e një kuadri të pavarur të pranueshëm për të gjithë.